komisioni i pavarur ku ndodhem unë, Armiri, pas 5 vjetësh vazhdimsi. Still. E gjysë po shkon. E gjysë po shkoj, bashkë me Cristiano Xhanari në anën tjetër. Pastaj vjen një ditë bukur edhe ndërmjetësi. Ai ndërmjetës. Ndërmjetës. Po, avokat. Karotret, Kristi. Servis makinash ka Kristi. Bar restorant apo bar. Unë i shkreti, ja këtu, te kryeministri, asistent Bojaxhi. Lyej këto, kur prishet ngjyra e murave, ja fusne. Papam. Cristiano Buçkemi, shtot kryeministri Rama, mirë në fushatë, u lodhët. Ju doli shpirti, ju doli. Po s'kishit vajtur në Korçë, po Cristiano. E diti kishte vajtur në Korçë. Jo, Cristiano? Jo, Cristiano këtu, me karotret, servis, Gaxhimiçi Cristiano. Po kishte vajtur reti, po kishte dashur të takon Lirin, Vrenozin. Mikun tem. Syri. Video, Vrenozi e refuzova kafen në privatësi me Edi Ramën. Ai ka frikë, por ndjen diçka. Shiko, në rasti i Vrenozit, për mua është një rast shumë interesant për të diskutuar. Ky burri këtu është pak më i vogël se unë, por nuk ka shtëpi, nuk ka punë, nuk ka para, ka halle familjare sa duash me ok, dhe i shkon kryeministri. Po jo vetëm, i shkon bashkë me një që ka lek shumë. Shkon dhe me pushtetin e zonës, me Niko Peleshin. Dërgullon të shpinë pëse. A pimi kafe herë, pimi kafe shumë të nduse. Vjen pushtetit, vjen mreti, në kafe zhjithen gjitha. Vjen dhe me thasët me lek. Ky burri këtu që bëri, i tha jo kafes. Pse ma? I tha jo kafes, sepse unë ka folur dhe në telefon me Ilirin, edhe përshëndes fort, sepse Iliri nuk do në të qiste dignitetin. Edhe njerëz si Iliri besoj që janë të pakët në këtë vend. Shifja komentusit, që ishin edhe demokrat, edhe socialist. Pse e më hajvane doshin? Kishte rregulluar shtëpinë, më kishte rregulluar jetën, më kishte mbyll hallet. Pra, e kishte shitur bythën, po i thoshin Ilirit, çe do? Bythën tënde të qelbur. Le pi bythën e kryeministrit dhe bësh njeri. Dhe me zor të madh mezi kanë nxjerrë një lajm syri, ndërkohë që nuk është kaq e thjeshtë, nuk është një lajm. Pra kryeministri ka kërkuar Vrenozit pi një kafe përmes Niko Peleshit. Pastaj ka hyrë një oligark nga këta money që kanë shumë lek. Ara i kishte thonë se era me një shok tjetër të bëjmë podcast, i kishte thonë Iliri. Jo, i kishte thonë Iliri, nuk vje vllai. Faleminderit, nuk vi. Pastaj kishte bër siç bën me Lulin. Kishte dashur me bë me Ilirin, po Iliri s'është Luli. Kishte tentuar edhe një herë Edi Rama me këtë gjë, pastaj ato që thoshte Iliri, e vërtetë është, por nuk është tamam ashtu. Se është e vërtetë ajo që thotë Edi Rama. Pra, këtu kam rastin e një njeriu të cilin unë e përshëndes, është model që mundet të jetosh edhe pa shitur dignitetin. Se ka dhe një gjë më e tmerrshme do të ishte sikur Edi Rama ta kishte thirrur për kafe, ta kishte degeneruar se do shihnin të gjithë dhe pastaj mos i kishte lënë as Rama të pagunte kafe dhe kishte paguar Iliri, pastaj mos i flisin as demokrat, as socialist, as Iliri. Mirë, kjo zgjedhje e zgjuar pak po Ilirit, Vrenozit, se Ili tjetër s'ka shumë zgjedhje që është në qeli, por do të shtohen qytetarë si puna e Ilirit, që mos tundohen thjesht nga një kafe. Ore, jo qytetar për një kafe, more. Po qytetar të cilëve i merr gratë ky e thot lejmë se keni çyryk burrat shpjatin me mua. E kuptoni që në një vend tjetër ose në një Shqipëri normale, do kishin kapur me shpulla të mutin e mutit, more. Që i thot grave, thot i keni burrat çyryk. Po si s'ke turbo qelbësir burr, edhe kryeministri i Shqipërisë, po për kafsh. Po mirë, se grave në bashkiu, ka qenë kryetar bashkie, i ka thënë ti thoj se di i ka marrë me buk. Po si shkojnë këto qelbësira grave do Dortrokase, se mirë mund ta dëgjosh. Po ul kohën dhe ri. Po si mund të thoj për burrin? E Dortrokasin besoj. Me Dortrokase më burri dhe. O jeni Baxhella, o kurvat e mutit. Juve që Dortrokisni atë që ju thotë keni burrat çyryk. Se kur thot burrat e ka edhe për babin, edhe për vllajin, edhe për djalin, edhe ju gëzoheni. Natyrisht ai e ka zgjidhur që ta bëjë fushatën në këtë formë. Pra, nga që ka bërë naftën këtij vendi, është fare e rehat me këto gjërat, merret me zhapat, me bufin, me kënetën, me po. Edhe me Vrenozin, tha Vrenozi, se është zgjuar Vrenozi. Shkollë s'ka, po është zgjuar, tha, siç mori ata të forumit rinor në Vlorë, tha do të fusë edhe mua. Ajo që mua më tërbon në këtë rast,
një lajm kishte bërë ky media çfarë kjo opozitare. Kishte dhënë të shëja, kishte qenë Manxhir Çiku Krishti. Rama, demokratit nga Korça, më ke mua, të tut do dalin si mos më keq nga kjo garë. Nuk merret atë shëja, Agjencia Telegrafike zyrtare shtetërore, të merret me faktin se si kryeministri i vendit shkon dhe një qytetar të thjesht të lodhur, të cilin e ka lënë në mjerim ky sistem. Do ta thrasi për kafe në mes të fushatës eksakt për ta diskredituar. Dhe bën Agjencia Telegrafe shtetërore, natyrisht që do të jetë mbi partitë, mbi pushtetin, Agjencia Telegrafe shtetërore merr përsipër të bëj fushatën. Tani unë them që agjencitë të tilla duhen paktën opozita, duhet të ketë një program dhe ti riformatoj tip Elon Musku, që agjencitë shtetërore nuk duhet të kenë një agent të ngushtë me qeverinë, por duhet të ketë agent për popullin. Se kjo është vënë komplet në shërbim të një partie. Unë do të them një gjë ty për këtë propozim nga Gron Shehet për mbylljen e RTS-s. Sigurisht tamam. Paradoksalisht unë jam dakord 100% me Gron Shehet. Paradoksalisht. Edhe sikur mos e ketë ashtu po e them unë. Okej. Po ta marr, ta kem unë dorë mbyll. Zero. Çka ka ndodhur në RTS? Unë kam filluar punë në RTS në 92-shin, dhe e kam përcjell kur thon vëllezërit kosovar, deri në 99 kam qenë atje, pastaj jam kthyer në periudhë shkurtër, por kam ndjekur. Atëherë RTS-ja sot është jashtë funksioneve të veta të një televizioni publik. Këtu është edhe shteti jashtë funksioneve të veta, po. Flas për RTS-n, por edhe shtetin e mbyll. Se do flas në fund fare të themi gjë se vazhdojnë këta lloj mutrish, vazhdojnë diskutojnë Trumpin, po shkel demokracinë Trumpin. Edhe RTS-ja ka disa detyra, ka ligjore, është televizion publik, dhe secili nga ne, ku paguan dritë, paguan lekët që shkojnë RTS-s. RTS-ja ka disa kanale, ka Shkodrën, ka Gjirokastrën, ka Korçën, dhe nga këto televizione mund të ketë programacion të përditshëm të paktën emisionin mëngjesit. Dhe një 2 emisione dreke, po. Ndërkohë që po të shofësh, jep filma shqiptar, debatikun e këto, budalliqe dhe tjera. Koncert RTS-ja. Dhe nuk ka programe edukative. RTS-ja është zbytur nga funksionet e veta për të lënë televizionet e tjera private të marrin terren, të marrin pse jo dhe fondet, dhe bëjnë qoka. Dhe unë do ta kisha mbyllur, do ta kisha riformatuar, pra mbyllur përkohësisht, do ta kisha riformatuar dhe kisha filluar me projekt tjetër. Natyrisht këta të RTS-s do t'i kisha hequr me ligj të drejtën të merren edhe me celular dhe me TikTok, se këta janë infeksion. ATSH-ja, Agjencia Telegrafike Shqiptare, që e merr dhe tjetërson këtë lajm, mirë që merr lajmin që kryeministri merret me demokrat. Mirë që ka hyrë fushatë dhe bën fushatë. Po shifën nuk di as ta bëjmë, kupton, këta do të kazë me lopatë. Po, jo kazë me lopatë, por prandaj duhet reformuar nga e para, sepse edhe personat, mënyra si janë zgjedhur, si janë vendosur aty, nuk besoj që kanë shku me meritokraci. Po të ishte me meritokraci, do ishte diçka tjetër. Prandaj duhet reformuar. Është ditë ç'është lajmi. Demokratit nga Korça, Rama demokratit nga Korça, që këtu iku lajmi, Rama demokratit nga Korça. Në 5 thot më ke mua. Pra ky është lajm, në 5 më ke mua, thot ky Edi Rama. Të tut do dalin si mos më keq nga kjo garë. Ky është lajm. Hiqe këtë Krishterë se po na vjen për të vjedh, të keqen. Urdhë, ja ku kemi. Do më që na vjen për të vjedhë nxorëm. Manastirliu nga kombinati nuk ka forcë tjetër politike përveç PS-s që çon Shqipërinë përpara. Do të thotë ç'e duam pluralizmin o Tera? Jo, nuk kemi ç'e duam, por kjo në fakt mirë ka se thot 45 vite mendojnë që ka qenë një forcë që ka çu përpara 25 vite. Edhe një 16 vite, 20 vite, a më shumë u bë kjo pap, qëndroi emër kjo partia, dhe vetëm kjo ka qenë në pushtet, po ta shikosh, hol. Dhe pandaj mendojnë që vetëm me këtë parti ecin. Bile fjala parti është koncepti i Majakovskit. Kur themi partia nuk kuptojmë Leninin, kur themi Lenin nuk kuptojmë partia. Pra këtë kryeministër, ç'e duam o vlla, një duam. Mjafton një, pse të kesh? Pse të kesh disa? Dhe vetëm një udhëheq Shqipërinë, tjerët jo. Pse si vrasim këta mor të tjerët? I vriste e veri. Po, e hoqëm nga kodi penal. Me që hoqëm nga kodi penal. E shtojmë mandat në 4 ose të 5. Të 5, se të 4. Të armiqt i vrasim.
edhe në fushat e kemi mandat në 5. Nuk po bëjmë fushat për mandat e 4. Prandaj thon përpara. Ti bëjmë sallam këtë Po. atje, është pjesë tjetër. Shiko, o Gerda, mire kjeti zonjë po shoqe qaje, nga kombinati. Nuk ka forcë tjetër politike përveç PS-s që çon Shqipërinë përpara. E para punës si përpara ku? Se të gjithë përpara e çojnë, por përpara ku? E dyta, Shqipërinë e çojnë përpara dhe këto ndërkombëtar. Apo jo? Besoj në Bashkimin Evropian, po mbas 2030. Jo, more edhe këto që bëhet, ka kontroll ndërkombëtar, ka orientim ndërkombëtar, ka. Shqipëria është vendi tipik i kontrollit ndërkombëtar. Po, dhe problemi është kush është në sediljen e radhës, pra si puna e Urbanit. E lë një turn njëri, e merr një turn tjetër. Kështu o Gerda e dashur. Për çfarë merremi? Do të them koncepti këtyre që i kanë futur popullit dhe çfarë tru shkullur i shkan kur i flasin, se nuk i thot dikush aty, dëgjoj o zonjë. Ne jemi vërtet më të mirët, por jo se të tjerët janë të këqij, janë armiq. Po mund të thotë që kemi programe më të mirë. Po. Ofrojmë shërbime më të mira, etj. Po jo vetëm ka një forcë politike, por edhe kjo është me plan, se po të thuash shpesh, ka një forcë politike, mendojnë që me vërtet ka vetëm një forcë politike, s'ka tjera. Po, ashtu jo, atë që është duke ngulur Edi Rama. Dhe thash dhe herë, fushata e Edi Ramës është zhapi, qyryk, një forcë politike e kështu me radhë, për të thënë që për mos thënë programi, se s'ka si lloj programi Edi Rama këtë radhë. Program nuk ka, po edhe ky numri 5. Ore, i ka rënë më vërtet numri 5 se mendon mandatin e 5, nuk po bën fushat për mandatin e 4. Gjithmonë 5-5, Shqipëria 2030. 4-ën e ka Luli që apo kështu. 4-ën e ka Luli. Pa 2000, se ky mandat është deri në 2029-ën, pa është 2025-2029. Ky thotë do të fusim brenda 2030-ën. Thot 5, mandati 5. 5. Okej, Kristjano. O zogu, në myllëve për shëllimën, qa pas i qerëlla, Rama batut në kombinat, do jesh me nxehtësinë e dashnisa, po e ke nga BE. Dhe ky është Rama, sepse në fillim fare, shqiptarët ishin lodhur nga ajo gjua e politikës e rëndë, domethënë që vite era terital kombinati kur flisin. Ne për Shqipërinë të tërë. Dhe ky erdhi kështu si çun gangster gjë. Leon Tanoç. O çun Tiranë ky. Ja, edhe vodhin që e ve këtu e ve se nuk është si këta. Nuk është si kështu fat. Një mandat, 2, 3, mori bashkinë, mori Shqipërinë dhe ka parë, me thonë të drejtën, që me O-Y, A-E-Y, bëhet lajmë dhe merë me Y-O-Y, se me qatë merë tjetër. Populli dashur, kjo qeveri, si pas cilës o Gerta Manastirliu, thot që është e vetëmja që e qonë për para, Vetëm e. ka programe të ec, se ku nuk ka. O-Y, O-N-E, kjo është lajmi, dhe kjo është fushata. Shty një ditë, dhe sot jemi 3 javë pa pak para zgjedhjeve. Po mbaroj fushata, qëllimi është mbaroj fushata, sepse Me me ashtu po. Ore fushat, a ka bërë fushat me Gajde ky? Po. A ka bërë fushat me Gomar? Po. A ka bërë fushat me Lulin? Po. Kështu që jepi dorë edhe me Timonin? Këtë shi Se i mbaron. me Gomarin kur ka qenë? Ai vetëm përpara fushata e kaluar. Me Gajde, me Gomar. Po, Luli? Luli ishte e 2021-shit, jo, e 2017-s, kush është më, 17 maj. Po që i kapi dorë. Më bravo. Ka katror Gomerët. Se dhe tani me Gomar po e bën. Po, me Lulin, unë e thash. Se mund me them. Luli do të shkoqe Gomar, se Rama ka një gjë, ka thënë vetë, ka thënë që mua më thoni Gomar, jo Hajdut. Po, ka thënë. Për Lulin, me që më ngacmove ke Luli, unë do të them shumë më tepër se sa Gomar. Dhe është për Lulin është kompliment ti thua Gomar. Luli është personazhi më kriminal i politikës shqiptare. Nuk është ky sa është Luli. Pse? Se në fund fare Edi Rama është në krye të forcës vet politike dhe lufton për të fituar. Ndërsa Lulzim Basha u vendos në krye të opozitës dhe i vriste kundërshtarët në kuptimin e figurshëm, vriste opozitarizmin, i çonte te ky ngopte me gaz, shkonin në shtëpi dhe shkonin në komisariat. S'kemi çaj bëjmë, thoshte vinin të tjerët. Hanin gaz, shkonin në komisariat.
Dhe gjendja që është opozita sot është absolutisht dhe strikt Lulzim Basha. Të mos harrojmë qëndrimi i Lulzim Bashës pas humbjes në 2021 me Berishën, me mbajtjen peng të Vulës, që natyrisht gjoja ishte luftë me Sali Berishën, por ishte mbajtje peng e Partisë Demokratike. Dhe Lulzim Basha sot në paraqitet si një klon, orave, Luli duke na treguar që është kaq i pa skrupull, sa që është fitoria më e madhe që ka bërë Partia Demokratike që nga që ka hequr Lulin nga vetja. Kjo është fitoria më e madhe. Pastaj duhet të heqë këtë tjetrin, ortakun, partnerin, si e thonë. Partnerin, por... Se partner është në seks. Po partner është edhe në politik. Edhe në politik, po. E shikoj shumë vështirë, për sa kohë... Të shqiten. Është shumë e vështirë ata. Këta duhet të jenë paketë, këta duhet të ecin gjithë kohës, duhet të ecin të bashkë, paralel. Pavarësisht me... Mua më duket që edhe batutat i kanë me skenar nga mbrapa. Por, po them edhe një herë, Luli është shumë herë më i keq se sa ky, sepse... Është i ftohtë ai. Po. Ky është më emocional. Po thuj çfarë dush fare, thuj çfarë dush Luli. Ka edhe fytyrën idiotit të qeshur, brenda të cilës fshihet një mungesë totale empatie dhe skrupulli. U kam bërë muhabet me Luli s'është aty fol çfarë dush ti, me Luli është tu tregu prallat e veta. Pak kam bërë muhabet me qyr zoti se mundet ku dëgjon ta kisha mësuar të unë. Kristi. Kë ke shokët Kristi? Ja, urdha. Dhe ky tjetri shoku i Lulit, Rama, që los me kuklla, gjyshi 60 vjeç, është thinjur, i ka lesht e gjoksit i është thinjur, los me kuklla Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Shikoni, ka një gjë të tmerrshme në këtë fushatë, të tmerrshme që është ndërtuar shumë brapsh dhe është ndërtuar në favor të Edi Ramës me investim të opozitës shqiptare. Edi Rama është duke bërë fushat negativiste që ditën e parë. Dhe ky është një cop nga, urdhoni, ky është Bufi, Saliu, gjë, ky është Luli, ky është Tiklapaj. Të cilëve i hedh mut, balt, luc, mut e ka thënë Rama. Po, ka thënë. Dhe ja u hedh këtyre. Këta në opozitë. Luli shkret nuk është provuar në herë pushtet. Përveç se si ministër, po rroga ka marrë. Tiklapaj, jo. Ndërsa Berisha, po. Por ka 12 vjetë që s'është pushtet. Gjithë kënga, gjithë dështimet e Edi Ramës, po të ka fajin Bufi, ka fajin Saliu. Vazhdon. E kishte fajin Saliu, mori pushtetin Rama, kishte fajin Saliu, mandati 2 kishte fajin Saliu, mandati 3 kishte fajin Saliu, mandati 4 ka fajin Saliu. Unë them që kur bëhet për Rahmet, pas shumë vitesh, që ti në botën tjetër, Berisha besoi Rama me këtë teori, mbase edhe këta që i ndjekin pas Ramën, do thënë pape ka fajin Saliu që është atje. Po pse se thoshte me Roxha për Zogun? Këtë thoshte me Roxha, në 38, thoshte krahasojmë. Vazhdojmë thënë edhe sot e ka fajin Zogu për reforma nga sektora. Jemi tek mënyra se si bëhet fushata. Pra Rama nga që nuk ka asnjë projekt, nuk ka asnjë plan për Shqipërinë. Fare, i çfarë do të vazhdojë mandatin kaq. 12 vjet janë mirë, edhe 4 është perfekt. Ky popull koqë është të çurykja. Budollenja, gratë ma japin mua se japin burrit vet. Kështu që mirë ka Rama, ka marrë këtë rrugë, bravo i qoftë. Tani, që të ecën në këtë rrugë duhet të thoja kishin tjerë, se s'mund të jam i mirë unë. S'është provuar që s'është i mirë. Dhe i hedh këtyre gjithçka. Tani të gjithë këta tjerët, përfshi dhe Lulin, kanë të drejtën dhe detyrimin, duke qenë opozitë, që të kritikojnë 12 vitet e qeverisjes së ironizuesit. Ti kritikojmë, nuk them ta shaj, nuk them ta bëjmë pis, nuk them ta ofendojnë, po thjesht të thonë, 12 vjet, Edi Rama s'bëri këtë, bëri keq, bëri këtë. Jo, dalin dhe thonë se jemi në Zvicër, neve do ta rrisim kaq, këtë do ta modifikojmë këtë kështu. Do ulim të vëshën, do rrisim pensionin vjetore, do rrisim tavanin, shqipe tjetër të tavanin. O, Sali Efendi! Ai burri atje, i tavanit, ai është personazhi më perfekt dhe të ka dhënë një mesazh që ti do ta lexosh, Sali. Mesazhi është, o Sali, nuk është punë tavani, është punë themeli. Po ti nuk merresh dot me themeli se e pjesë e këtij themeli, Sali. Je pjesë e këtij teatri, ku ky është aktori kryesor, por natyrisht përdor këto gjëra. Fushata e opozitës është duhet pastruar kjo klasë politike, se të gjithë janë përfshirë
në një formë ose në një tjetër në ndërtimin dhe mbajtjen në këmbë të këtij tranzicioni. Duhem fshirë, duhem pastruar. Pastrojmë shtëpinë, thot Berisha, po mirë, po dakord jam unë që të pastrojmë shtëpinë, po je dhe ti aty. Po cilën shtëpi më? Po Shqipërinë është. Është ndryshe. Po pra, ndryshe është pastrosh Shqipërinë, ndryshe është pastrosh shtëpinë. Se mund pastroj shtëpinë edhe vetë shtëpinë e vet. E kuptoj, edhe po pastron shtëpinë tate vëlla. Patjetër pastron shtëpinë e vet po pastron. Problemi është që fushata pozitiviste që po bën opozita nuk po ngref hiç elektoratin opozitar i cili ka vetëm nevojë për vetëm një thirrje. Të rrëzojmë atë që ka kapur Shqipërinë, pushtuesin e Shqipërisë. Atë që ka populluar vendin. Po çfarë do bëhet? Pra, kur do vi, do të shpjegoj çfarë do bëhet për shembull me ato emigrantët në gjadër. A do t'i lejoj apo jo? Çfarë do bëhet? Por kjo është shumë gjatë. Problemi është tu, ne do të heqim Edi Ramën dhe do të rikthejmë demokracinë. Bukur. Dhe do të thotë do rikthejmë demokracinë, do të rikthejmë demokracisë brenda partisë. Do të ndryshuar dhe ligjin brenda partive. Po pra, sepse ka një problem këtu pastaj. Problemi është tek hapi një proces tek primaret. Ata që dolën te primaret, a themi të demokracia të shtëpia, të pastrimi i shtëpisë. Kishin shumë veta që kanë fituar primaret dhe nuk janë kandidatë as të listat e hapura as të mbyllura. Dhe këtu fillon problemi i demokracisë, apo jo? Po të fillonte me primaret që ato që fituan të ishin lista etj. Okej, po themi që ka një ndryshim vogël. Ti po thua që Berisha është i keq. Jo, po them që duhet të jetë i qartë. I qartë. Tani, unë nuk po diskutoj Berisha është i keq dhe ka vepruar keq me partinë e vet. Unë po them, kur jemi fushat, shiko, me që e hap këtë, se natyrisht nuk e vetëm ti që mendon, ka plot njerëz që thonë Sali Berisha e thot dhe Rama këtë që po pse nuk respektoj primaret, pse s'bëri këtë, pse s'bëri ato, dhe e drejtë është. Në kushtet që ka hyrë Partia Demokratike, natyrisht ato primaret ishin një hipokrizi, nuk ishte pse po është. Nëse u bën, tu jam dakord, mos bësh. Por s'ka gjë, u bën edhe le ta zëm që u bën dhe gabime dhe shkelje. Por vërtet nisi rambam, vërtet nisi një Berisha ndaj 333 ditë mbyllur, vula e thash. Por duhet të jetë i qartë në mesazhin opozitar për të shëmbur këtë sistem. Berisha është dhe opozita janë absolutisht të paqarta për të shëmbur këtë sistem. Këto janë për ta riparuar, për ta merremetuar. Edhe Luli thoshte do hapim qendra, do bëjmë këtë, taksa shesh. Nuk është problem takse, o çuna. As tavani, as dyshemeje. Është puna që ti, nëse pensionistit sot, jo 200.000, jo 400.000, 4 milion jepi pensionistit sot. Nesër do të marrë shteti prapë në të gjitha format, duke filluar nga inflacioni, deri të gjithë detyrimet e tjera dhe më pa Brexit që sot do të jetë, se do të thotë i pasur. Siç i thot Lali Tiranësve, ju flini thot mbi pasuritë, ju kam rrit vlerën e pronës. Saktë, e thot për ditë. Pra, ne duhet se shikoj, mos mendoni se unë jam nga ata revolucionar idealist që kam parasysh një sistem tjetër idealist. Jo, sistemin ekonomisë liberale të tregut. 1991, liri demokraci, Shqipërisë, gjithë Europa, këtë duam. Se na zuri leshi thinja, jo bëhe lesha të zërë. Si gjithë Europa dakord janë, po jo si kjo Europë. Si e 91-shit kur ishte. Po, si asaj koha. Po Shqipëria si gjithë Europa e dashurat, ishte Europa vlerave. Po, tani nuk kema vlera. Europa kësaj. Mirë, bëjmë pauzë të shpjegoj radhët e dy konceptet në universitet edhe.